Tensionet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania nuk kanë fund, dhe kësaj radhe bëhet fjalë për një lojë e cila nisi bukur, megjithatë, gjatë fundit të saj u kthye në një debat dhe tensione të larta. Bëhet fjalë pikërisht për Mateon dhe Kristin, të cilët që në mëngjes u zgjuan, shumë të gëzuar dhe me humor, dhe vendosën që bashkë me vajzat e tjera të bënin një lojë. Ne shqiptarët atë lojë e quajmë topa zhytësi, megjithatë, ata atje nuk kishin një top dhe po përdornin një jastëk të vogël në formë shisheje. E ndonë se dukeshin se po luanin. Duket që të gjithë banorët kishin tensione me njëri tjetrin dhe inate, prandaj teksa Mateo tentonte që t'i gjuante Inës. Ai nuk e kapi atë dhe u fut brenda në mes, ndërkohë që Casey i ra Mateo saq fort, sa që të gjithë filluan të bërhorisnin, ndërkohë që Mateo dukej se u acarua shumë nga ky veprim. Ai ka thënë që nuk dëshiron që të luajë më, megjithatë të tjerët e kanë quajtur si të dobët. Nuk dihet se si kjo do të shkojë, megjithatë duket që Mateo nuk e pëlqen fare Inën dhe si rrjedhoi as Caseyn, ndërkohë që Casey është kapur duke e puthur Inën dhe duke mbajtur afër atë më shumë se Stelinën, prandaj edhe inatet në shtëpi vazhdojnë të jenë në stratosferë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Casey dëshiron më shumë Inën apo Stelinën? Dhe a mendoni se Mateo dëshiron që të futet në lojë duke goditur Caseyn, pasi duket që ai është i favorizuar në çdo prime dhe po diskutohet çdo herë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.